sot me ftesën e grupit parlamentar Partisë Demokratike për të ushtruar një funksion tonin që është jetik për Kosovën sot. Sovraniteti i takon popullit, i takon institucionet zgjedhura dhe ne që jemi këtë që po jemi të zgjedhur. Bllokimi i kuvendit Kosovës është senim i sovranitetit rendit kushtetues dhe demokracisë. Ne nuk do të lejojmë në asnjë formë, në asnjë mënyrë që të dhunohet e drejta e qytetarëve me qenë kuvend dhe pas institucione. Të tri normat kryesore, të cilat e rregullojnë funksionimin e këtij kuvendi janë shkelë. Neni 66 të Kushtetutës, aktvendimi i gjykatës kushtetuese neni 140 dhe rregulloria e punës për numrin të 48. Çfarë do justifikimi është tentim për me bloku votën e lirë qytetarëve që të pasojnë ne. Këtë u të lejojmë. Ju falenderoj.